Bismillahirrahmanirrahim. Nëse t'jepet të rasti mu taku me ndonjë njeri që është në pozitë, me ndonjë ministër, ose kryeministër, ose president, pa marrë parasysh ki qef që në takim kur shkosh me to, me shku edhe me pas kohë të mjaftueshme, me fol me to, me nejt me to, me kanë sa ma i rehatshëm. Ndërsa kur vjen takosh me Zotin, kur hin lidhje me Zotin që është namazi, lidhja direkte mes robit dhe Allahut, shkon edhe e kryn, shkele shko, a menon që të pranohet ai namaz, a menon që Zoti ta bën kabull. Për këtë arsye, pejgamberi alayhis salam ka thonë mos u bëni nëse vjedhni namazin, ka thonë çu i dërguami i Zotit mundet njëri me vjedh namazin, a vjedhet namazin? Ka thonë po, hajni namazit është ai që nuk e bën rukujen dhe sejdën çu duhet. Për këtë arsye, një herë pejgamberi është në xhami tunajt, ka hini njeri në xhami i cili është hi dhe e ka fal namazin, mase e ka kry, kur erdhi te pejgamberi alayhis salam pe përshëndet pejgamberin, pejgamberi sa më thotë irji fasalli fe innaka lam tusalli. Tha ktheu dhe një herë përsëri namazin se si fal, s'është namazaj. U kthy për herë dytë. U kthy për herë dytë e përsëriti namazin. Prap njëjtën formë. Prap erdhi mase e kryti te pejgamberi alayhis salam pe përshëndet pejgamberin, prap pejgamberi sa më thotë ktheu fale namazin se ke fal namazin. U kthy edhe herën e tretë. Subhanallahu, nuk i tha pejgamberit, tha ti po më kallzon mua. Që është dim me ragu ka një herë kur dikush na këshillon që si e ka falesh mirë, kujdes me namazin, unë e fal atë sa vjetin, mos më mëso mua. Jo, ky erdha dhe herën e tretë e përsëriti, po e prap njëjtë. Herën e tretë kur u fal erdhi te pejgamberi sa, thotë pejgamberi sa prap përsërit namazin, tha i dërguami i Allahut, unë ndrysh nuk di, tha kallzon ku është gabimi, ku është defekti. Thotë pejgamberi sa robi kur lidhet namaz, para se mu lidh, para se me marr tekbirin e llogarit që ka dal para krijuesit. Tha i çon durt në altë merr tekbirin, pastaj e këndon subhaneken elhamdulillah një sure, e këndon me përkushtim, tha pastaj shkon në ruku edhe e bën rukujen komplet që duhet, kthehet prej rukus, tha qëndron kam, bën një lloj pauze, një lloj pushimi, pastaj shkon sejdë. Kthehet prej sejdës. Kështu vazhdon pejgamberi sa më ia shpjegoi këtë namazin qysh me e kry. Këtë formën kadale, jo shkele shko namazin, jo vish me hek qafe, vish të kry, të hek i gale. Jo se atu ka pranu, astu ka pranu. Ky namaz është shumë problem, që shumë prej neve e bojmë në atë formë namazin. E tregohet Sufjan al-Thauri, njëri prej burrave të mëdhej këtij umetit, është kanë një herë imam në xhami të prin namaz, edhe i ka pas xhamatin mrapa. Janë lidh namaz. Kur e ka kry, e ka dhënë selam, kthehet mrapa e gjon, asnjë mrapa, vish ky kamet vet, ku më xhamati, janë dalë jashtë xhamisë. Kur dalë edhe ky jashtë, çka bu? Thonë o hoj, a se pe çka ndodhja? Pse çka bu? Thotë urxuni pjesë e murit xhamisë, u tutëm që përdohet po na nxen xhamia dolëm jashtë. Tha jo vallon s'kum ni kuç. Thonë s'kum ni thon namazin kon. Po çysh morë, çfarë namazi bën ti kështu çysh? Çfarë përkushtimi subhanallah. Thonë kur lidh në namaz, tha llogariti që ju më dal para Allahut, e llogariti që nanën e djathtë e kam xhenetin, nanën e majtë e kam xhenemin, për funi kam vetmia e kam urën e siratit, e llogariti që mrapa me e kam melashin e dekës të ardhme ma marr shpirtin, për para e llogariti që e kam Allahun xhalleshanuhu, para Allahut ju më dal. Nuk më ka hijo në më këthy me këshyra anash, mu dekoncentru, mos me di që kem të bune, jo. Tha e fali namazin me përkushtim, me përqendrim të madh. Tha dhe në fund kur t'jap selam, e llogariti, ama ka pranu namazin, Allahu as ma ka pranu. Kësi namazi duhet me bona, me kanë, me di që imi dal për Allahut, ashtu që në ka mësu pejgamberi a.s.
fale namazin sikur se me kanë namazi i fundit, wallahi me ditë ti që e ki namazin e mron, që ato që jetu e falë. Bo aki nxedeka si dilsh mas namazit, bo aki stjepet rasti namazin e arshë me falë heq, qysh kishe me falë atë namaz. Allah i kishe me adhan hapun, kishe me përsos këtë namaz, për që ata llogarit e ti edhe unë çdo herë që është namazi i mron, ndoshta ky bëhet sebeb me ta pranu Allahu xhaleshanu e me fitu xhenetin, se dim cilin na i pranon Allahu xhaleshanu, aja kemi dhënë hakun ajo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.